Qindra miliona dollar që SBA-ja po grumbullon nga shitja e naftës së Venezuelës janë dërguar në Katar. Veprimi shihet si një rrugë indirekte që mund të përshpejtojë rrjedhjen e parave, por gjithashtu krijon dyshime mbi transparencën e fondeve. Administrata Trump konfirmoi shitjen e parë të naftës venezueliane, duke thënë se u mblodhen $500 milion. Fondet u dërguan në Katar, në vend që të mbaheshin në bankat amerikane ose të dërgoheshin direkt në Venezuelë, sipas një ish zyrtari të administratës. Bankat në Venezuelë kanë filluar të reklamojnë paratë e gatshme, duke pretenduar se të ardhurat nga nafta kanë bërritur në vend. Presidenti Donald Trump është ankuar për Venezuelën se po vjedh asetet amerikane dhe naftës atje, por në kontradikt ka thënë se është e rëndësishme që të ardhurat të favorizojnë Venezuelën dhe të parandalojnë ndërhyrjen e shteteve aleate tek paratë që SBA-ja po gjeneron nga këto shitje. Katari ka shërbyer prej kohës si ndërmjetës midis Shteteve të Bashkuara dhe qeverisë venezueliane, madje edhe para arrestimit të presidentit Maduro nga SBA. Disa kritik të administratës Trump gjenden skeptik përpara ideologjisë së presidentit. Nuk ka asnjë bazë ligjore që një president të hapë një llogari jashtë vendit që ai e kontrollon, tha senatorja e SBA-s. Ky është pikërisht një veprim që do të frymëzohej nga një politikan i korruptuar, shton ajo.